Ish banori i shtëpisë më të famshme në Shqipëri dhe më i komentuari Jozefin Marku ka treguar një anë të ndjeshme të vetes gjatë paraqitjes në një emision televiziv ku bëri një gest human që preku publikun dhe ndjekësit e programit. Përpara se të fliste për përvojën e tij brenda shtëpisë së famshme dhe debatet me banorët, Jozi kërkoi një minutë heshtje në nder të vëllait të ndjer të gjestit, i cili ndërroi jetë tragjikisht pak javë më parë në një aksident me motor. Ky veprim i konsiderua si një moment reflektimi dhe respekti, veçanërisht duke marrë parasysh marrëdhënien e tensionuar që Jozi kishte pasur me gjestin gjatë kohës në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ku debatet mes tyre kulmuan edhe me një incident fizik që u komentua gjerësisht në rrjetet sociale në gjysmëfinalen e spektaklit. Por pavarësisht konflikteve të së kaluarës, Jozi u shpreh se ndjen keqardhje të thellë për humbjen e pësuar nga ish banori dhe se një ngjarje e tillë e tej kalon çdo përplasje të dikurshme. Ai theksoi se jeta shumë e vlefshme se konfliktet televizive dhe se në raste të tilla, solidariteti dhe empatia duhet të jenë përpara gjithçkaje. Gjestit dhe familjes së tij u përcollën ngushëllimet publike në një moment të heshtur, që u vlerësua nga publiku si një akt i vërtet njerëzor. Nga ana tjetër, ky veprim i Joz Markut i ka dhënë atij shumë komente pozitive nga fansat e gjestit, por jo vetëm. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.